Vjen ambientit e hotelit Cernavora, firma Castellana Vulaj në krye me zotin Anton Vulaj beri prezantimin e prodhimit me të ri nga programi i firmës Goodyear. Është fjala për prezantimin e gomave F1 GSD3, prezantimi i cili u bën në bashkëpunim me partnerët nga Slovenia. Fillimisht kjo firmë kishte lidhje me Savën nga Kranji dhe më pas u bën përfaqësues dhe shpërndarës ekskluziv dhe të autorizuar të prodhimeve të Goodyearit në Maltezi. Fjalën njërës e pati drejtori kësaj firme që shprehu mirëseardhjen të pranishmeve. Pastaj shefi përshitje pranë firmës Goodyear, Breda Jaralla beri një historik të firmës Goodyear. Ajo tha se Sava në bashkëpunim me këtë kompani kanë formuar kompaninë Sava Tires, e cila vazhdon të ketë sukses në tregun e gomave. Firma Goodyear pastaj shtoi ajo se në vitin 2002 ka bërë tregti me vlerë prej rreth 14 miliard dollarësh, posedon fabrika në 28 shtetet e botës dhe se punëson 105.000 punëtorë. Pastaj prezantimin e vazhdoi përfaqësuesi sloven Mojmir Ritlop, i cili beri shpjegimin e filozofisë së zhvillimit të gomave. Beri prezantimin e gomave si dhe u përcindrua në futjen e teknologjisë Biotrend për punimin e gomave, teknologji e cila zvoglon emetimin e dioksid karbonit në atmosferë. Në lidhje me prezantimin e sotëm, pronari i firmës Castellana shprehet. Prezantimi këtij tipi, domethënë i tipit pneumatiks, ishte domethënë për firmën tonë Castellana në para herë dhe lirisht mund të them edhe për krejt domethënë në Republikën tonë e para herë që ka ndodhur ky lloj tip prezantimi për goma. Gumja nuk është më domethënë tip luksuzit, por domethënë gumja ka të bëjë domethënë me sigurinë, me sigurinë se derisa jemi në makinë, në veturë, në përgjithësi domethënë e vetmja lidhje me tokën është gumja, ashtu që domethënë do të punojmë sa më tepër që njerëzit domethënë të angazhohen më tepër atë të kushtojnë një rëndësi më të madhe gumës se deri tani. Po diçka në lidhje me bashkëpunimin që kompania juaj ka pas me firma slovene. Bashkëpunimi është në nivel, domethënë në këtë rast domethënë kem pas prezantimin e gumës re Dezenit 3 të Goodyearit Eagle F1 GSD3. Që do të thotë familja Goodyearit e përbajnë domethënë Dunlopi, Fulda, Sava dhe Dembice, ku në të njëjtën kohë jemi edhe distributor general për Maltezi, krejt koncernit Goodyearit. Bashkëpunimi tonë është në nivel, na do të tentojmë që këto lloj prezantimesh të vazhdojmë domethënë si edhe te Goodyeari, ashtu edhe të gjitha domethënë tipat e gumëve të cilët na i prezantojmë për Maltezi. Gjithashtu zoti Vulaj tha se qytetarët kur të blejnë gomat duhet ja vënë mendjen kualitetit të tyre, kualitet të cilin do ta gjejnë në prodhimet që shpërndan kjo firmë. Ju jeni përgjegjës për marketing në firmën Castellana Vulaj. Na tregoni diçka për rëndësinë e këtij prezantimi të sotëm. Po vetë punoj marketingun në Castellana Vulaj pra në firmën tonë, ku pat një rëndësi shumë të madhe. Sot kemi pa një prezantim të Goodyear, domethënë më së shumti të kohën e kem kushtuar dimensionet të ri F1 GSD3. Mendoj se do të vazhdojmë me këtë lloj tip prezantimesh, mendoj se janë shumë të vlefshme për tonë dhe tonë qytetarët e këtij vendi. Mi smo počeli sa saradnjom pre više od godinu dana. Shefi i shitjes pranë Goodyearit në Sloveni foli për bashkëpunimin që kanë patur me firmën Castellana Vulaj. Ne kemi filluar me bashkëpunim që mes një vit ku kemi mbetur të befasuar pozitivisht nga veprimtaria e kësaj firme, ku dhe kemi tejkaluar planin e shitjes. Gjatë bashkëpunimit kemi bërë hap të mirë për informimin e tregut në prodhimin e Goodyearit dhe se jemi në rrugë të mirë të bëjmë më shumë në këtë drejtim. Këtu jemi që të njoftojmë partnerët e Castellanës me atë se çfarë ofron Goodyeari dhe për arritjet dhe investimet që kemi bërë. Për kualitetin e gomave të Goodyearit është lehtë të bindet blerësi dhe nëse një herë blen prodhimin ton, një gjë të tillë do ta bëjë përsëri. Për të pranishmit në prezantim u ofruan kokteje si dhe organizuan një mesditë për ta.